Ju përshëndes të gjithëve të nderuar teleshikues, mirë se vini sot në MCN Informacion, si çdo ditë tjetër, do të kemi të ftuarit tanë në studio me cilët do të bisedojmë, do të diskutojmë për çështje të ndryshme edhe ditën e sotme. Në panelin e parë, në pjesën e parë të MCN Informacion, do të flasim për miqësinë, bazuar kjo në sondazhin e fundit të OECD-s, e cila thotë se gati 10% e europianëve nuk kanë më një shoqe mik, pra një mik të ngushtë. A reflektohet ky fenomen edhe në shoqërinë shqiptare, cilat janë arsyet dhe pse ka ardhur duke u zbehur miqësia e ngushtë, shoqëria e vërtet. Unë pa unë përkohë do të prezantoj edhe panelin e ditës së sotme. Kam kënaqësinë të kem në studio zonjën Nora Malej, sociologe. Faleminderit. Faleminderit juve. Që mua në studio, edhe për të na dhënë sigurisht eksperiencën tënde profesionale, por edhe jetësore, individuale, do ishte shumë bukur. Faleminderit juve. Nereida Llaha, psikologe. Faleminderit Nereida. Gjithashtu, Vilma Kërqiku, gazetare, Wake Up, faleminderit. Vilma ndërkohë është edhe shoqja ime dhe me që flasim për miqësinë, ne duhem ta vërtetojmë pak se miqësia e ngushtë ekziston. Pra ka një arsye, i gjithë ky paneli sot ka një arsye, sepse është ftuar. Zyshnora e pat raportin, besoj, sondazhin. Vërtet reflektohet edhe në shoqërinë shqiptare ky 10% i miqësisë? Tani ka shumë rëndësi të definojmë se ç'është miqësia dhe cilat janë llojet e miqësisë, se kemi disa kategori miqësish. Kemi miqësinë e asaj që quhet miqësia e një trungu peme që ka rrënjë të thella dhe fillon që nga fëmijëria e hershme dhe vazhdon gjatë gjithë jetës tënde, dhe në historinë e realiteteve tona thuhet mit janë si gishtat e dorës, pra nëse ti ke arritur të kesh 3 deri në 5 miq të vërtet, duhet je një njeri shumë me thatë. Janë miq të cilët janë njohje dhe është si puna e gjetheve të pemëve, të cilat janë sezonale dhe vijnë për arsye të ndryshme, duke filluar që nga pozicionet e tua, duke vazhduar me njohjet e tua, duke rritur shkallën e njohjes, dhe janë miq e tretë që quhen ato degët, të cilët dhe ato janë të konsoliduara që në gjithë ciklet, në 5 ciklet e etapave të rritjes tënde, që nga fëmijëria deri ke moshimi, të shoqërojnë, por i ke miq në kohë të vështirë, miq në kohë të mirë, miq që ndanë me ta emocione, miq që beson, por miqësia e ngushtë nuk është më shumë se sa deri 1 deri në 3 veta, që quhet, ajo është një miqësi që është si puna e atyre që thuhet edhe në të mirë dhe në të keq, je aty në të gjithë ciklet e jetës tënde si pjesë e rëndësishme e nevojës që ke për të ndarë emocionin, pasi emocioni nuk është vetëm në të përditshmen, por është në momentet kulmore të tuat dhe është dhe në të përditshmen tënde. Sigurisht, miqësitë ndrojnë në bazë të emocionit, ne jemi popull emocional, jemi popull emotiv, që jo gjithmonë e menaxhojmë dot emocionin dhe është një nga pikat tona më delikate, ndërkohë me kalimin e kohës kur bota po shkon drejt individualizimit dhe vetmisë dhe miqësitë po largohen, nganjëherë ndodh që ata miq që ti beson mund të dalin dhe miq të rrem dhe shpeshherë mund të krijojnë problematika të mëdha, madje thuhet që problemi nuk ta bëjnë armiqt. Kam lexuar një libër shumë të bukur në kohën kur isha në fillimet e mia që isha redaktore e Shtëpisë Botuese dhe më kujtohet ka pas përkthyer Afrim Karagjozi, ishte një tragjedi e shkruar dhe tregonte për një djalin e familjes që ishte një plank prishës i madh. Dhe erdhi aty që të tregonte të vendoste rregullat, i përkiste vitit 1800 e ca, dhe në një moment po bënte një dialog me priftin dhe priftëreshën. Prifti dhe priftëresha predikonin, por realitetet ishin ndryshe. E tmerrshme tha që ndodh me njerëzimin. Njerëzimi në vend që të ketë kujdes dhe të përshtatet atyre që do, fillon të shfaqet, të lyhet, të rregullohet, jo për atë që do, po për atë që s'do, për armikun, dhe ti je i dashuruar në fakt me armikun, ndërkohë që mikun e ke këtu pranë dhe e di që e ke, por nëse ti nuk e ushqen, edhe miqësia do kushte. Edhe zbehet. Dhe prandaj zbehet. Nereida, në fakt, Zyshnora e kapi në të gjitha këndvështrimet miqësinë, po pse mendon se njerëzit sot e kanë shumë të vështirë, ose gjithnjë e më të vështirë të krijojnë këto miqësitë e ngushta? Të
hysh në këtë analizën për të gjetur pse, besoj që është një çike vështirë për të radhitur, por mund të gjejmë dhe të argumentojmë në sër arsyesh. Duaj që në këtë prizëm, se është e pashmangshme të mos fusim edhe element personal. Unë i përkas një brezi relativisht të viteve 89, kam lindur unë 90, që do të thotë, në përgjatë rritjes time, nga familja si unë rrita, me modelin se si unë u prezentova, se çfarë do të thotë mirësia, në për etapat ku unë kalova, nga fëmijëria, adoleshenca, shkolla e mesme, fakulteti dhe më pas eksperiencat e punës, sepse këto janë fushat ku ne vëm kontakte, krijojmë raporte, ndërtojmë marrëdhënie, krijojmë shoqëri dhe pastaj arrim në pikën që të bëjmë atë bilancin sa prej tyre janë dhe do jenë miqtan. Në të gjithë këtë lloj procesi apo këtë rrugëtim, ne dim që bashkë me shoqërinë ose ne rritemi, zhvillohemi emocionalisht, kognitivisht, interesat ndryshojnë dhe është pikërisht ky proces eksperiencësore që na nxjerr në pa shtyllat apo elementet kryesorë se kundërtohet shoqëria. Ka shumë element, si ndikon edhe pse ndikon. Përgjithsisht, unë do ta prek pak pjesën e se si ndikojnë tiparet e personalitetit edhe se sa ne zhvillojmë aftësitë për të ndërtuar shoqëri. Sigurisht që çdo raport i ndërtuar ose qëllimi për të pasur shoqëri me dikë, nëse është në kontekstin e parë të fjalës, apo dëshirën për të pasur një miqësi, sigurisht që është filtri i parë i asaj dashurisë së pastër. Dhe dashuria në vetvete nuk kupton respekt, konsiderat, kritikën e mirë, vlerësimin, reziston për gjatë kohës, është pranuese, nuk është të gjykuese, të do në të mirë, në të keq. Dhe janë pikërisht ashtu siç e tha edhe profesori Esha, që janë disa pika kyçe në jetë që neve na lehtësojnë atë filtrin, atë sitën se cilët janë. Dhe përgjithsisht miqësitë dhe shoqëritë, sepse ka një diferencë shumë të madhe dhe mua për këtë më vjen shumë keq në përditshmërinë e shohim që ky koncept ngatrohet në kuptimin e parë dhe në çdo lloj kuptimi tjetër. Ne kemi shoqëria ndërtohet në bazë të aftësisë sociale që ne kemi për të ndërvepruar, për të ndërtuar marrëdhënie të reja në fusha të ndryshme, ka bazë kënaqësinë, ka bazë grupimin, ndërkohë që mirësia është tjetër gjë. Mirësia është filtri ose njësia matëse e lidhjeve që vinë fill pas lidhjeve të gjakut. Pra, çfarë ndan shoqërinë nga miqësia? Ta them është tepër si në rejit, si e konceptoj unë. Mirësia është shumë e rrallë, njërë dhe ti nuk e kupton, nuk e gjykon dot, nuk e mat dot, derisa ti kthehesh. Se ne përdorim, kemi mike, kemi shoqe, pra kanë një tin kuptim. Përgjithsisht persona që ndjejnë dikë ose kanë konsiderate që kam një mik nuk e shpreh në përditshmëri. Shprehet me kozgjatje, me veprime, me gjëra dhe të përditshme konstante. Dhe një moment kur ti ndalon thua, a kam unë miq? Dhe personi i parë që ty të vjen në mendje, që ka qenë me ty, ka qartë, ka duruar, ka kapur kur temon prej të ka shkundur, nuk ka pavarësisht largësive, i rikthyer aty në të njëjta gjëra, ti rrie lakurisht, nuk e frikë se gjykohesh, se e ke provuar në një situatë kur të dashur sepse te paraja prishet që ku librohet çdo gjë, e ke provuar në një udhtim të largët, e ke provuar në një distancë, e ke provuar në arritje, dhe ti kujton dhe kthen kohën pas që ky njeriu pas ka qenë për mua. Dhe ti bën pyetje vetes, po, unë jam reciproke. Pra, mirësia ka një lloj ngjashmërie me dashurinë që ti thjesht e konstaton që e ke, nuk bën kurrë llogari, nuk e mat kurrë në status, nuk merr asnjëherë miq. Fillimisht jemi miq e pa edhe duhemi. Jo, nuk e kisha në këtë prizëm. Këtu kam komplet tjetër çënësje, kur na bëjmë atë pyetjen pse e do, ose pse e ke shoqe ti këtë? Sepse mirësia e vërtet është energji. Është emocion, është vërtetësi. Nuk është me ditë me llogari, nuk ka. Është diçka që rritet bashkë me ty, në perceptimin tim. Ndërsa shoqëria është shumë e rëndësishme, sepse nuk mund t'i presim të gjithë me thikë. Ne kemi personazhe që kemi më të largët, që na bashkojnë interesat të përbashkëta. Kemi shokun, për shembull, kam shoqëri shumë të mirë që më lidh sporti, por që është më e kufizuar ndër veprimi dhe koha sinësore që mund të kaloj me ta, që më lidh arti, që më lidh targëtimi, që më lidh puna, por ngelen prapë të kategorizuara, se cili ka atë metrin e vet që i mat dhe që bën kohën, kurse mirësia është me ty në çdo moment. Mirësia është ajo pjesë, që bie telefoni dhe në 2 natës edhe familja nuk pyet kush është, por ngrihet e gjitha dhe thot kush është, çfarë halli ka.
Çfarë është miqësia për ty, çfarë është shoqëria? Në fakt ti punon në media edhe ne shpeshherë flasim mes njëri tjetrit edhe për shkak të punës që bëjmë, ke ndërveprim më të madh me njerëzit të përditshëm në fakt. Pse është kaq e vështirë për të krijuar këtë miqësinë e vërtetë? Fusha e medias të bën në kontakt të vazhdueshëm me njerëzit dhe të esh edhe vetë gjatë gjithë kohës. Është një farë forme për të njohur edhe më shumë me njerëzit, ama rrjetet sociale kanë shndërruar totalisht edhe konceptin e miqësisë. Unë në fakt kur u njoha me këtë lloj anketimi, nuk më erdhi mirë, unë ndjeva pak bosh për brenda, nëse mund të shprehem kështu, sepse në një farë forme po shoh që gjithmonë më shumë po largohemi drejt gjërave më të prekshme. Po largohemi nga njëri tjetri. Nga emocionet, le të themi. Nëse më përpara edhe ne na duhet të takoni fizikisht, të ftuarim, të njeheshim më shumë nga afër, sot rrjetet sociale kanë bërë që të zhvendosen të lloj emocionesh. Pra ne flasim në mënyrë mos sipërfaqësore. Okej, po patjetër që i kujtojmë më shpejt të gjitha. Po pse është frikë? Pra se është krijuar si një frikë kjo ose një barrierë që ne nuk duhet të kemi miq të ngushtë. Jo, nuk jam me këtij mendimi që nuk duhet të kemi miq të ngushtë. Unë për shembull jam e mendimit pak dhe sakt, kam qenë gjithmonë selektive dhe ti e di shumë mirë këtë gjë. Ne të dyja kemi një marrëdhënie tashmë prej dekadash, le të themi. Okej, edhe kuptohemi me shikim, nuk ka nevojë që edhe kur takohemi e nisim bisedën aty ku e kemi lënë. Patjetër që rrjetet sociale dhe mes nesh kanë ndikuar që të mos kemi çdo ditë takimet që kishim më herët, sepse mund ta ezaurojmë një takim me anë të mesazheve apo të bisedave të ndryshme, por nga ana tjetër gjithsesi ne edhe vendi ynë është drejt zbehjes, absolutisht, por shpresoj që kur jo në ato lloj shifrash që lexojmë në fillim të bisedës. Të mos e reflektohet. Po. Kjo gjë nuk reflektohet sepse Shqipëria është një ndër vendet që ka dhe numrin më të madh të kafeneve në Europë, kështu që do të thotë që ne jemi një popull që duam shumë njëri tjetrin dhe takohemi. Ndër vite. Teksa po dëgjoja, po ju dëgjoja të trejave, ju që jepni energjinë e mirë dhe që keni dëshirën për ta quajtur miqësinë një aset që është përqenie njerëzore, do doja të bëja një përmbledhje të 3 elementve, njohje, shoqëri dhe miqësi. Nëse flasim për fëmijërinë e hershme, e keni parasysh kur fëmia shkon në kopësht dhe vjen dhe thot, mami, unë kam shokun tim të ngushtë, ai nuk di të thot mikun, se nuk e koncepton fjalën. Fjala shok është fjala më e bukur apo shoqen që futet në konceptin tonë dhe fëmijëria, miqësia më e bukur fillon në fëmijërinë sepse është shoqëri pa kushte. Dhe pa interesa, është e pafajshme dhe është energji. Energji dhe është shumë vibrim, pra vibracion që fëmijët përzgjedhin të njëjtin ose të kundërtin në atë që quhet valencën që ai ka. Po pa e kuptuar dhe pa e logjikuar është ndjenjë. Si ndjenja jo futet së brëndshmi dhe fëmijët kur shkojnë në kopësht, për te i faktit që rinë me grupin e tyre, marrin një dhurat për shoqen apo për shokun e ngushtë, mundohen ta sjellin shqetësimin në familje. Nëse në familje prindrit e ushqejnë këtë gjë, atëherë fëmia fillon dhe ka një element, se këtu fillon problemi pse nuk na funksionon miqësia, fillon elementi empati. Nëse ti ka empati, dhe empatia është të futem unë në lëkurën tuaj, atëherë, në atë moment ti je një njeri empatik që nesër këtë miqësi do ta ruash siç e keni ruajtur ju të dyja, të rjetën, që nuk ka rëndësi sa takohesh, si takohesh dhe ku takohesh. Por në momentin që ti takohesh, biseda ka ngelur aty dhe vazhdon po e njëjtë, dhe ti nuk ke nevojë të bësh përmbledhje, të bësh ndryshime. Dhe këto quhen pjesa më e rëndësishme e shëndetshme e psikikës së një njeriu në ruajtjen e emocioneve të tij dhe të ekuilibrave të tij. Dhe është një domosdoshmëri për të rritur dhe për të rritur vetë. Më pas është shoqëria. Ti kur shkon në kafe, ti në fakt nuk ndan kafen me miqt, ti ndan me të njohurit dhe trajton probleme të ndryshme. Sa më shumë që ti takon njerëzit, aq më shumë, thot Remarku, mpreh mendjen dhe lëmon shpirtin. Do të thot, nëse ne jemi bashkë këtu, atëherë valenca ime rritet në nivel tjetër dhe unë them që
Cilat janë shoqëritë që unë do frekuentoj tashmë në përzgjedhje? Këtu fillon njeriu selektiv. Në botën kaotike. Mirë, se dhe këtu duhet ta ndajmë dhe këtë. Pra, shoqëria është shoqëri e sinqertë, është mirësi jo, nuk ka e ngushtë, shoqëria, nuk ka logjik brenda, apo kur fillon shoqëria nuk ka është e sinqertë apo jo. Shoqëria është një raport, se në të kundërt do ishim si Robinson Crusoe në ishullin e vetmuar. Qenia njerëzore, ndryshe nga kafsha, ka nevoj për komunikim dhe gjëja më e rëndësishme jona e ushqimit shpirtëror, jo e ushqimit në vaktet e përditshme, është komunikimi. Çfarë bëjmë ne sot, ne të katërta këtu? Ne po bëjmë një terapi në grup për të na kuptuar ata që po na dëgjojnë, sa e rëndësishme është kjo pjesë shpirtërore, e cila kur nuk e ke, fillon dhe merr këtë telefonin dhe fillon ke rrjeti social, dhe po të shohësh rrjetin social dhe ngarkesën që ka, aty nuk ka marrëdhënie, as komunikim. Aty ka shfryrje energjisë dhe ka individ që janë të vetmuar, që shfaqen në dramën e tyre më të madhe dhe përgjigje nuk e kanë fare me ty, e kanë me veten e tyre dhe me problemet e tyre. Pra tregon që kjo gjë na ka çuar në largësim, në largimin e individualitetit tonë. Kur vjen puna, pastaj ke miqësia, është për te raportit të bashkjetesës. Është një gjë pa kushte. Do të thotë, miqësi pa kushte do të thotë që ti të rritesh në të njëjtën valencë dhe unë të pranoj edhe me gabimet që ke, por të mos jem vetëm të përkëdhel duke të thënë kur gjërat nuk shkojnë, po të kem shumë kujdes kur ta them. Duhet të ta them me gjuhën që ti ta kuptosh në mënyrë që nesër të mos kriset miqësia. Se çfarë është në thelb miqësia? Është qetësia më e madhe që vendos njeriu në psikikën e tij për të kuptuar që në besimin që un kam, realizoj vetë besimin tim, po dhe besimin me raportet sociale, që janë shumë të rëndësishme për të ndërtuar marrëdhënie familjare, për të ndërtuar marrëdhënie shoqërore, për të realizuar objektivat e tua. Dhe në fund të ditës, për të gjëni realizuar se atë që ti ndan me mikun apo miken, është shumë personale, ajsa edhe vetes në njëherë para pasyrës nuk ja thua dot. Por duhet ky miku i ngushtë për ta ndarë këtë. Ky është i ngushtë, pra ky është miku, nuk ka, miku është një. Miku nuk ka është i ngushtë apo jo i ngushtë, miku është mik. Do me thënë, miku është i ngushtë, kurse shoku ka plot, mund të ndash me shoqëri shumë mendime. Ai personi që kur mendon se kam të shtrenjtë, edhe ti kur mendon diçka të keqe ose një siklet, është për te tamam empatia, është sikur ti je ti. Është ndjesi, vjen. Dhe vjen shumë natyrshëm. Dhe ti ke kurajon, ke guximin, ke dëshirën, sakrifikosh. Çfarë mund ta sillte zbehjen e një miqësie të tillë? Pra me këtë mikun e vërtet. Është pyetje shumë e bukur, por edhe e vështirë për dëm përgjigje, sepse e tha shumë bukur profesoresha, ne po ndajmë nga vetja dhe në një mënyrë apo një tjetër kemi hyrë në introspeksion me vitet tona, me eksperiencat tona. Çfarë mund ta mendoj ose e dyshoj që problematika, jeta ka marrë një vrull shumë të madh. E dim shumë mirë që koha, investimi në kohë për të vazhduar të gjithë argumentimin që bëmë, është ajo pjesa që e mban. Distanca në kohë, vrulli i kohës, rritja, tashmë e dim të gjithë që rritja e problematikave të shëndetit mendor, problematika lidhur me humorin, ankthi, depresioni, vetmia e përkohshme, mund të shkaktoj këto lloj krisje, sepse mund të interpretohet si ndryshim, si tërheqje. Se nga ana tjetër edhe personi është po në këtë vorbull që zjen, është po në këtë jetë që vrapon. Dhe duhet një prandaj them që nuk ka... Nerida, për ta thënë shumë hapur, kemi shumë faktorë që e prishin një shoqëri, një miqësi. Tani, për të folur shumë a duhet të shkojmë në fakte konkrete? Zhgënjimi nga miqësia vjen ndoshta xhelozia, smira, ka pra mes dy miqve. Unë mendoj që kur e konsiderojmë dikë mik, i kemi kaluar këto fazat e zhgënjimit, të smirës, të xhelozisë. Unë nuk do ta pranoja dot asnjëria në retorikën time. Pra si ndryshon në faza të ndryshme të jetës, se këtë miku ti mund ta kesh nga klasa e parë. Por rruga që keni ndjekur të dy është e ndryshme. I referohemi atyre miqësive që për shembull po themi deri në moshën 30 vjeçare unë e kam konsideruar mike apo mik dhe në një moment të caktuar ky raporti nuk është më. Po.
Nuk flasim për ato që vazhdojnë. Përgjithsisht, ja mund të them nga eksperienca, unë kam zgjedhur që të mos vazhdoj më një x miqësi të caktuar. Sepse, si që thash, kur kufijt janë shumë të ndarë, e njohim kaq mirë njëra tjetrën, i dim shumë mirë limitet, i dim shumë mirë dhe në një moment kur ky kufiri kalohet në natyrën si funksionojnë, po kam përshtypjen të gjithë personat që arrin të kenë dhe të ndërtojnë miqësi të forta, i kanë shumë të fort kufijtë e tolerancës. Edhe e pragun shumë të ullët. Që di them të du shumë, të kam, të vlerësoj, por është shumë për kohën, për çfarë kemi qenë, që unë ta kaloj. Dhe kam marrë vendimin që kjo mirësi am ka dhëmbur, po më ka dhëmbur. A e ndjek, po e ndjek. Por thjesht ishte, nuk është ego, është thyerje. Është ajo, nuk është as zhgënjim, nuk është as braktisje. Kjo është faza selektime. Jo, kjo është faza e marrjes vendimit për të prisur një mirësi. Ka kaluar faza. Kjo është fundi që ti zgjedh mes vazhdimësisë vetëm, apo ta tërheq këtë mikun apo miken me këtë shijen e keqe që më ka lënë. Pra, kjo është fazë miqësie, po kjo është mbasi do arrinte deri ke niveli miqësisë. Ka arritur te miqësia, ka ndodhur diçka e tillë që personi e di shumë mirë që për mua kjo nuk kalohet. Është kufi që nuk shkelet. E ka shkelur, madje nuk kam pranuar as falje, as shpjegim. Sepse më dukej, nuk doja ta ulja akoma më tepër, doja ta ruaja ende figurën, por thjesht në vazhdimsinë time nuk e kisha dëshirën që ta kisha më. Pra, është diçka, mund të jetë diçka shumë e vogël, por është varet nga tipari i personalitetit dhe çfarë ka vlerë për njeriu. Nga këto gjëra janë shumë personale dhe shumë relative. Secili ka atë metrin e vetë që i mante dhe i vlerëson gjërat. Po. Prandaj është shumë e rëndësishme të përcaktohet faza e parë që quhet reciprociteti. Pra, sa jap dhe sa më jep. Do të thotë, miqësia është midis dy njerëzve është si puna e dy enëve karteziane, të cilat japin dhe marrin me njëra tjetrën. Nëse dikush vetëm jep dhe tjetri është pritës, kjo nuk është bashkë Po, në emocion. çfarë të jetës mund ta kuptosh këtë? E kupton në gjitha ciklet. Adoleshenca është pak më e vështirë, po kur ti rritesh dhe piqesh në fazën e pjekurisë, ti kupton se kush janë miqtë e tu. Pastaj nëse ti merr dhe pozicione, pra je në pozicione drejtuese apo në pozicione, atëherë ti ke kuptuar që jo të gjithë janë miq, ata që të shfaqen është një filtr tjetër dhe këtu pastaj ti vendos kufijt. Shumë e rëndësishme është që miqt nuk xhelozohen kur me ty dhe nuk janë narcizian. Se nëse ata do xhelozojnë, bravo, do jenë konkurrent me ty, ata nuk janë më miq. Ata të përdorin si shkallë për të hypur dhe mbasi hipin këtë ty, kanë tendencën të shtyjnë. Një nga ushtrimet që bëj në fillim të leksioneve me studentët është quhet pema e përjetimeve. Pema e përjetimeve është qëllimi që njerëzit kanë që të arrijnë në maj, të gjithë. Që nga bebe dhe deri sa jeton në këtë realitet. Po që të hipësh në maj, ti nuk mund të hipësh do të vetë, duhet kalosh disa faza. Dikush të jep dorën, dikush të ashtron tapetin, dikush të mbështet, dikush të edukon, dikush të këshillon, dikush dhe të qorton. Eksperiencat mund edhe të kthejmë mbrapa. Dhe ajo pema është sa njerëz kanë vënë supin, nëse ti vë këmbën këtu dhe i shtyn me këmbën tënde dhe supet që ty të kam mbështetur, atëherë kjo quhet mohimi i vlerës dhe ti në fakt ata njerëz nuk i ke patur miq, po atë miqësi në thonjza, që është shfrytëzuese, ti e do për të rritur dhe ne e dim shumë mirë që në karrierën tuaj, se në karrierën time ajo është marrëdhënie, po sepse miqësia brenda ka dhe marrëdhënien e interesit. Prandaj është shumë e rëndësishme të vendosen kufijt dhe të përcaktohen ato që quhen mos paragjykime, se ti e krahason veten me grupin, po e krahason dhe me mikun. Dhe bën në darkë një pyetje, thua, po më si ku ka shpejt. Po kjo në orasi u bë kështu, i kapi dhe këtë, pse ka që zonja është. Këtu fillon ato pikpyetje të cilat e lëvizin miqësinë, po ti duhet të jesh pak i ftohtë, që është pak e vështirë për ta bërë, se në momentin e nxehtësit është shumë e vështirë të japësh në këtë vështrimin. Profesoresha, kam përshtypjen që janë ato miqësi që fillojnë ose janë zgjatime ose konsolidime të shoqërive që kanë qenë më përpara. Po, sepse unë thash janë tre kategori që shkojnë. Por është edhe një lloj miqësie
që e kam konstatuar edhe tek personat të tjerë kur ja bëj këtë pyetje, sepse si Nerida kam shumë të rëndësishëm të njoh me personin, qoftë të ri, qoftë që kam çfarë koncepti, çfarë vlere, çfarë pozicioni ke ti me shoqërinë, dhe nëse do ta njohësh dikë, shije në raporte me të tjerët. Dhe kam kuptuar që shoqëritë më të forta, miqësitë më të forta, miqësitë më të zgjashme, më të sinqerta, më të vërteta janë ato që lindin nga hiçi, nga asnjë lloj nga rastësia, nga asnjë lloj pike të përbashkët. Janë persona shpeshherë shumë të ndryshëm, nuk kanë lidhje as me karrierën, as me backgroundin, janë thjesht dy trupa, dy shpirtra, mund të jenë komplet shumë të ndryshëm në personalitetin, por që është si puna zinxhirit që plotësojnë njëri tjetrin. Dhe këto janë më të shëndetshmet në mendimin tim. E qartë, Vilma, në gjithë këtë që u tha, çfarë vlerëson ti tek një mik dhe çfarë nuk do të toleroje dhe çfarë është ajo gjëja që ndoshta edhe po të ka ndodhur e ke kapërcyer, se është kjo pra miqësia e fortë, dashuria për mikun, mikeshën? Unë në fakt e çmoj miqësinë, në realisht jam nga ato persona që e çmoj miqësinë dhe Eduard Rokaz gjithmonë, nëse është momenti kulminant i saj, pse jo, absolutisht asnjë lloj ndjenje, xhelozie, zilie e tjerë. Aq më tepër që të bëhen dhe keq për shëndetin në këto kohë që kanë ardhur. Përpiqem të krijoj miqësi më të shëndetshme. Eduard Rokaz shumë në fakt sinqeritetin, të më thotë dhe kritikat patjetër i mirëpres, jam shumë dashamirëse, sepse miku i mirë këtë ka, që du t'i thotë gjërat troq, jo do të fërkoj shpatullat në një farë forme. Edhe kur je gabim? Po, edhe kur je gabim, është mirë që ta vë diçka në pa. Por sigurisht... A ke patur momentet vështira kur ndoshta ke thënë që... Pra, ke vënë një pikpyetje për miqësinë? Momentet vështira sigurisht që kam pasur, është absurde të thoj ajo, sepse duke pasur momentet vështira sigurisht që arrin ta njohësh dhe më mirë një mik, një mikesh, por miqësia vërtet ka treguar që ka qenë diçka e superueshme. Jam shumë dakord që patjetër duhet vendosësh edhe disa kufizime që të njohë dhe tjetri më mirë dhe ti ta njohësh gjithashtu, por gjithsesi këto lloj tipash mendoj se të çojnë drejt një miqësie më të gjatë, më të shëndetshme, më të pasur. Kjo do të thotë që unë kam qenë shumë e mirë. Zyshnora dhe ajo unë kam patur shumë. Si ka ndryshuar ndër vite mënyra e krijimit të kësaj miqësie? Pra, për të kthyer ndoshta pas shumë në kohë, janë dy botë të ndryshme, në realitetet të ndryshme dhe në emocionet të ndryshme. Unë që i përkas vitit 64 që kam lindur, pra para e rëson, dhe ju kam të gjitha vajza në mosh, nëse do të shikoja në atë kohë kur unë kam lindur, miqësia ishte mbështetur, dhe do dua të them të sakt, në 7 virtyte që lidhej me reciprocitetin, që lidhej me mbështetjen, që lidhej me kufijt, që lidhej me afeksionin, pra tjetoje me gjendjen e mikut apo të mikeshës, që lidhej me lehtësinë, në situata të vështira, miku i parë ishte si vllai i parë që të vinte aty, që lidhej me hapjen, që të ndihmonte që ti të bëje karrierë, nuk të xhelozonte, dhe që lidhej edhe me parashikueshmërinë. Pra, që të krijonte mundësinë që në rrafët që ne kumtonim me njëri tjetrin, sepse ishim një popullat e mbyllur dhe jepnim dhe merrnim me njëri tjetrin, ishim miqt, i kishim si pjesë të familjes dhe ishte si të thuash ADN-ja e një familje ku miqësia, thoshte populli, pastaj që mund të shkonte edhe në raporte martese, ku di unë, është ngjan pa bëhet. Do të thotë që ti kishe valencën tënde dhe shtresëzimet shoqërore ishin të përcaktuara. Çdo të thotë kjo. Kjo do të thotë që miku provohej në ditën e vështirë. Miku provohej në punën e vështirë. Miku provohej në situatën e ngarkuar, po miku ishte edhe ke pjesa e gëzimit. Ti nuk mund ta pranoje dot që për te pjesëtarëve të familjes, mo të kiste ata miq të shtrenjtë dhe të shenjtë, aq sa jo më larg se dje kam takuar dikë që megjithëse unë tani jam bërë për të më thënë vetë teta Xhaxhi, unë atyre miqve të mi thash, po si është teta filan dhe Xhaxhi filan, sepse për mua unë kam ngelur përpara atyre shumë e vogël sepse ishin miq të familjes. Dhe më kujtohet atëherë kur prindrit e mi ikën nga Tirana në Durrës, se babai im kishte mbaruar përëndetse dhe këtu s'kishte det, ne kishim lindur këtu dhe duhet shkonim atje, gjyshi im shkoi dhe takoi të gjithë miqtë e tij të ngushtë, që fëmijëve të krijonte një komoditet dhe
Fëmijët e atyre me prindrit e mi u lidhën dhe ne u rritëm me ta. Pra janë ato rrafët të cilët i provon shumë një që ikën në emigracion. Ti kur shkon rrafët e qytetit, nuk janë që ti sa shkon në krye. Se pasaj do bëhesh si puna e kërpëratave, analfabet funksional, dhe në vend i thuash dorës këmbë, i thua këmbës dorë. Ndërkohë që rrafët janë në fillim të pranohen qyteti, pasaj të provohen qyteti, pasaj të beson qyteti dhe pasaj të përzgjedh qyteti. Që ta realizosh këtë, është një cikël edhe në mirëritjen e fëmijëve. Prandaj është shumë e rëndësishme dhe prindrit duhet ta kenë shumë të rëndësishëm faktin që me të afërmit apo me miqtë e tyre duhet i njohin fëmijët e tyre se miqësia edhe trashëgohet, edhe ushqehet, ndërkohë që në kohët e sotme ne jemi bërë aq egoist, sa që kur hym brenda shtëpisë, nuk dëgjojmë më që xhaxhit teta janë shumë të mirë. Dëgjojmë në familje. Ta diskutojmë vetëm pas publicitetit, se edhe kjo është e lash. Akoma më e gjerë. Shkojmë në një hapësirë shumë të shkurtër dhe rikthehemi sërish. Rikthehemi sërish në studio, do të vjojmë bisedën, po flasim për miqësinë. Nerida e lam në fakt tek ajo që edhe zonja Nora tha, pra futemi tek dera e shtëpisë dhe nuk kemi më atë ndjenjën e miqësisë. Pse të rinjt kryesisht po shkojnë pikërisht drejt kësaj ndjenjës së vetmisë. Edhe pse sot janë edhe aktiv në rrjetet sociale se teknologjia tashmë po bën punën e saj. E përmenda pak që në përshkrimin e konceptit sipas me të mirësisë në fillim kur thash që mirësia nuk është thjesht një fjalë, por është edhe një lloj koncepti, një model që ne e trashëgojmë nga familja dhe nga prindrit tanë. Prindërit që kanë shoqërinë pjesë të rëndësishme, ku fëmia dëgjon nesër kam planifikuar të dalë me këtë shoqen, dhe ti fillon edhe i flet, dhe ti e bën prezente për marrëdhëniet që ti ke, dhe ti ndan një shqetësim që ti mund t'jesh mërzitur, dhe ti ndan dëshirën dhe interesin, pra e sjell në fokus, e sjell në vëmendje, se sa e rëndësishme është shoqëria në jetë. Padyshim që këtë duhet ta ketë prindi në radhë të parë që të mundohet t'ia transmetoj përmes modelimit apo përshkrimit qasjes pozitive për zhvilluar shoqërinë dhe mirësi. Kemi pastaj izolimin, prindër që i merr rutina, që nuk kanë jetë sociale. Ne themi ndonjëherë nënat janë të stresuara, sepse një fokus pse nuk e kanë dhe duhet ta rikthejnë në qasjen dhe përditshmërinë e tyre, një herë në javë duhet të takojnë një mikesh, një shoqe. Këtë reflektime kam bërë dhe me veten time. Një herë në javë kemi nevojë të ndajmë. Po një herë në javë fillon mësohet, ndron qasja, ke çfarë ti tregosh dhe ti japësh. Po kur vjen ky fëmia në shtëpi dhe thot, kjo shoqja që unë kisha shumë të rëndësishme, më tradhtoi, se i mësojnë konceptet, po si të tradhtoi, po ndeti me një shok tjetër, me një shoqe tjetër, mua më la më vete. Tendenca është, ka bërë shumë gabim, nuk është shoqe për ty. Lëre. Dhe nuk merr njëri energjinë dhe kohën të shpjegoj, të kuptoj, si u solle ti, si reagove ti, përpishu dhe një herë, se është kollaj, por keni kaluar ka shko. Dhe kështu gjenë atë vetmin. Dhe kështu, jo, kur nuk investojnë në këtë pjesën, fëmia izolohet aty më mirë vetëm se sa me shoqëri të keqe. Se ne i kemi shablonet, i marrim, i veshim, po edhe prindrit në një parë moshe nuk hyn ndonjëherë në brendi që të thotë që të kuptosh të shablonin të shoqërinë e keqe, duhet ta provosh një herë. Të njohësh, të hysh në proces, të kuptosh çfarë toleron. Që si më i vështirë është njohësh veten nuk e njohim pasqyrë. Veten e njohim në ndërveprime të tjerët, në marrëdhënie me të tjerët. Dhe kuptojmë, unë kam pasur një herë unë nuk e dia, jam shoqe e mirë apo jo. Ishte vetëm 10 vjeç vajza ime në atë kohë. Nuk kishte gjë më të bukur, se po fillonte të zhvillohej emocionalisht, mendërisht në koncepte. Megjithatë ja anashkalojmë. Kur s'ka shok, mbyllet tek telefoni, mbyllet vetëm. Kujtohet që përmes rrjeteve sociale, lojrave elektronike, nuk janë vetëm, por në fakt thjesht sa është, po vjen edhe po zmadhohet më shumë boshllëku emocional, boshllëku i ndjesive. Ne themi, flasim edhe kemi kohë, nuk e kuptojmë, dua të takoj përballë, po kemi nevojë të japim dorën, kemi nevojë për përqafimin, kemi nevojë për afeksion, edhe të bëjmë debatin, po e duam përballë, ti themi më shif në sy, që gjithë përshtyllimi emocional ose i gjithë gama emocioneve pozitive të adresohet. Dhe kur adresohet, çfarë adresojmë? Konsiderant, mirënjohje, respekt, reciprocitet, është si të thuash, po çlirove dioksid karboni, do thithësh dioksid karboni. Po çlirove oksigjen,
do thitësh oksigjen. Fëmijët e mbyllën në rrjetet sociale, s'marrin asnjërin, as tjetrën, dhe ngelen pezull. Ngelen pezull dhe da rriten individ që nuk zhvillojnë aftësi sociale, aftësi komunikimi për të hyrë të ndërtuar raporte, për të përzgjedhur, për të ngritur për veten e kështu me radhë. Kur flasim për rrjetet sociale, se nga njëra anë, për shembull nëse flasim për brezin, një tjetër brez para nesh, thonë që rrjetet sociale na kanë ndihmuar shumë, kemi gjetur miq tanë të vjetër. Pra, në këtë këndvështrim kanë ndihmuar, po në fakt Vilma kanë ndihmuar, e ndihmojnë miqësinë apo e kanë dëmtuar më shumë. Të se edhe ne vetë themi të çojmë një mesazh ta pyesim si është se nuk kemi kohë ta takojmë. Pra, ka patur një ndërveprim? Patjetër që po, mendoj që rrjetet sociale kanë afruar në mënyrë virtuale ata individ që janë në distancë. Ama ne që kemi mundësi për të takuar më shpesh fizikisht, na kanë larguar në një farë forme. Pra, ku që ndronë problemi për shembull që unë nuk të takoj dot çdo ditë, pra një mikën time të ngushtë, por ama çdo ditë i them si je dhe më thot si je. Kontakti fizik dhe i drejt për drejt sigurisht që ne do të na jap më shumë emocion. Dhe këtë gjë nuk mund ta mohojmë dot. Okej, dakord, patjetër është një mundësi për shëndetje, komunikime e tjerë për të ndarë diçka të shpejtë. Por gjithsesi, kontakti i drejt për drejt ka tjetër emocion, ka tjetër energji. Të gjithë atë që ne po bashkë bisedojmë dhe në atë që pam në sondazh lidhet me faktin miqësia dhe të qenurit i vetmuar apo vetëm. Është një nga problemet më të mëdha që ne në botën e sotme, që quhet bota globale, na krijon një vështirësi në të gjitha llojet e raporteve. Kjo vjen, mendoj unë, e para, po flisnim për fëmijët dhe për modelet se si mund t'i ofrojmë, po duhet kemi parasysh që fëmijët kalojnë një pjesë goxha të madhe në shkollë dhe një pjesë në familje apo me rrethët tanë shoqëror. Në shkollë kanë haruar të mësojnë empatin dhe marrëdhënien. Shkolla është kthyer në një vend ku fatkeqësisht prioritet është nota, pseudodia, pseudokonkurenca, dhe i kemi kthyer fëmijët në lopri për ty pse, që marrin informacion nga klasa parë deri në klasën e 5, këte kam konkrete, dhe jam realisht e shqetësuar për këtë kurikull që po shfaqet sot. Dhe kemi haruar ç'është empatia. Empatia më e madhe që kanë fëmijët është, dëgjoj, se babi im më pajisi me këtë telefonin, sa është kjo iPhone-i 17, 16, se unë si njoh fare, por më ka thënë që do të më marri këtë të fundit. Shkova një ditë punova ke puna e babit, dhe babi më dha 700 euro dhe më tha nëse ti do bësh të punë. Pra, jeta... Këtë bisedë kisha me vajzën time, cila për pak ditë bën 10 vjeç, dhe më tha, mami, tha, shoqja ime ka iPhone 17, më tha, ndërkohë unë mendoj që të mos jap telefon fare. Kjo ishte, unë po e sjell bisedë nga një gjë konkrete, ë? Ja, doli dhe një gjë konkrete. Dhe jo, ajo që mua më shqetëson nuk është fakti 17-ës, 16-ës apo 24-ës, le t'i japim prindrit, ata e din. Po gjëja që mua më ka tronditur është fakti si mundet në moshën 10 vjeçare fëmijët të mos diskutojmë për empatin, për raportet me njëri tjetrin, po i kanë kthyer sendet në prioritet dhe bashkëbisedimi i tyre është sa lek merr, sa do fitosh, cila është qasja dhe çfarë vesh dhe si dukesh. Ajo që sot për shembull, një nga problemet më të mëdha në Francë është që ata e kanë kthyer me urdhër që do ketë më firma. Fëmijët nuk do veshin më firma dhe nuk do kalojmë me firma në shkollë, sepse po i kalojmë njerëzit në manekin human. E di që do me thënë ti jesh manekin human, do të thotë të mos mendosh vetë, të mos flasësh vetë, të marrësh modelin e ChatGPT-s apo të këtyre gjërave, dhe papritur do vi një ditë që kur të hyj në shtëpi do thonë, më fal, ti je prindi im, po jo, nuk të dua ty, se ti nuk je modeli që unë përsjedh. E kuptoni ku po shkojmë? Po shkojmë në një situatë absurde që do vi shumë shpejt, nëse ne nuk do të kemi vëmendje, dhe unë dua t'ju falenderoj sot që keni bërë këtë temë bisede, sepse deri tani, nga gjithë, po bëj një studim pse shqiptarët janë agresiv, dhe kam kuptuar që media deri më tash, në prime time, në jo prime time, në të gjitha oraret ka një, në 2 fjalë është vrasje, vjedhje, spak. Vrasje, vjedhje, spak. Lutem na thirr për një temë të bukur, sepse nuk po mundemi do të është një moment më ka plotësuar dëshirën sot. Në këtë situatë që jemi një muaj gjysmë përpara festave dhe shumë e rëndësishme
që popullatës duhet të ndryshojmë qasjen dhe duhet kuptojnë që njeriu varet nga fati i tij dhe nga jeta që përzgjedh. Dhe modeli i familjes duhet jetë i tillë që të kuptojë që nëse prindrit nuk kanë shok dhe shoqë që bëjnë gabimin më të madh që nuk i socializojnë fëmijët. Ore, ditë shtunë dhe diele o prindër të dashur, të fëmijëve të ri, merrini fëmijët tuaj, merrini me grupet shoqërore që janë afër, shkoni luani me ta, le të bëhen pis, le të futen edhe në balkë, more. Bëni një ato grupet e WhatsApp-it që kanë prindrit, mos i përdorin vetëm për kritika, për lajmërime, po të bëhen njërë, në mos 30 do bëhen 10. Tani që ta kuptojmë të mungesën e këtyre takimeve që na japin edhe emocione. Vërtet njerëzit sot nuk kanë kohë të takohen? Nuk duan. Apo nuk duan të takohen? Unë ditë të them që nuk duan, sepse ata i ka kapur amoku i bërjes së paras. Paraja është një mekanizëm që i ka bërë njerëzit të varësuar. Vjen një moshë që nuk punohet më për paran, paraja vjen mbrapa teje. Puna është çfarë do lësh në emrin e fundit, se në fund askush që ikën nga kjo botë, nuk i la të pasur ata që ja u trashëgoi, se thuhet në një nga analizat më të forta që kur pyesim për të bërë transaksione, thuhet, shko pyetje, e ka të babait apo e ka të fituar vetë? Dhe atëherë transaksioni është i mundur kur e ke të babait. Puna është çfarë do lini në këtë hapësirë ku ne jetojmë, që është një nga problemet më të mëdha, ne kemi haruar të komunikojmë, kemi haruar të bashkëbisedojmë, ne vetëm urdhërojmë, prindrit urdhërojnë, në punë na urdhërojnë, rregulloret i kemi marrë si pjesë të mirëqenies të jetës sonë, dhe papritur kuptojmë që brenda shtëpisë, dhe kam parë një herë para ca kohësh një video që më ka pëlqyer pafund, kur një baba e vuri, po e merrte vajzën dhe po i thoshte çfarë po bën? Pse u lëre? Pse qanë? Si mund ta bësh ti këtë gjë në shtëpi? Dhe ajo i tha që, po unë e di, tha që në shtëpi tha ti mund të shpresh të gjitha emocionet, edhe të vërtasësh, edhe të qash, sepse babai tha, ti duhet kuptosh një gjë. Ti në fund të ditës ti dhe mami më duan, po ti nuk e kuptoni, tha që ti më ke dashur kur unë erdha në jetë, pra kur ti ishe 30 vjeç, kurse unë të dua që ditën që kur kam ardhur në jetë, pra të dua më shumë se sa më donti, dhe kjo është apeli fort për të kuptuar prindër, gjyshër, pjesë e shoqërisë dhe të miqësisë, miq të dashur, nëse e duam njëri tjetrin, e para mos e vendosim në roje njëri tjetrin. E dyta, të ham nga e njëjta bukë, po jo nga e njëjta çap. E treta, të pim nga e njëjti ujë, po jo nga e njëjta gotë. E katërta, të japim njëri tjetrit emocionin pozitiv, por edhe ti sugjerojmë mendimin pa frikën se unë mbasi miqësinë. Nëse do t'i kalojmë të gjitha këto prova, atëherë mund t'jemi me fat se kjo quhet banka e kapitalit të njeriut në raportin njerëzor, që do të thotë të kapitosh ose të investosh kapitalin njeri, që është miku, familja, fëmia dhe më pas shoqëria bëhet shumë e bukur. Si mund ta rikthejmë vlerën e miqësisë Nerida për shkuar në këtë logjik, në këtë kohë, në këtë shoqëri ku në fakt po marrim vëmendje shumë gjëra. Që kemi qenë bashkë, ti e di se unë jam nuk jam njeriu i literaturës, i fjalëve, i teorive. Çdo gjë varet sa fort do të arrish. Dhe kjo është fakt. Që do të thotë, nëse dikush ndjen nevojën apo ndjet vetëm që do të krijojë shoqëri, do investohet aty dhe do gjejë mënyrat si të rikthehet kontakteve të vjetra, si të ritakoj mishteri, si të nxjisi vete të dalin të bëjë njohje të reja. Nëse prindi ndihet vetëm, ndihet bosh, do t'i kthe. Pra, çdo gjë lind nga nevoja. Pyetja është, a ka nevojë njerëzit, a ndjejnë nevojën për shoqëri, apo kanë hyrë në atë katapulkun e vetmisë dhe nuk e dinë që ekziston një realitet tjetër, që ekziston një ndjesi tjetër? Nuk është çështja e thjeshtë si mund ta ndryshojmë. Ne kemi gjëra të ndryshojmë ato që i evidentojmë, që e dim ku çalojnë. Nëse e dim ku çalojmë, dim të gjejmë dhe zgjidhjen. Ka kërkesë ndihme. Ka shpesh në terapi sot unë ndihem vetëm. Ndihesh vetëm sepse ke zgjedhur që ndrosh vetëm, nuk ke kontakte, ti i largon, Kush e ndjen më shumë, se jam shumë kurioze, kush e ndjen më shumë, burrat apo gratë këtë vetmin, kur flasim për miqësinë? Ose kush ka më shumë nevojë për miqësinë, burrat apo gratë? Mund të bëjmë një sondazhe të tregojnë që janë burrat që ndjejnë. Burrat janë më të lidhur sepse janë më të koncentruar edhe janë më diskret, janë më
fleksibël, sepse kanë të interesat e vetë brenda mirësive, flasim, në tolerancën burat në natyrën e tyre, sepse nuk kanë shumë, janë diskret. do me thënë, në qasjen time, pavarësisht se duken burat në atë qasjen pa të brishtësinë emocionale, ata çfarë i favorizon është vendosmëria, përputhshmëria, direkt nuk janë shumë të lundrojnë në mendime, në frikëra, në pasigurira, siç i ka në mënyrë të pashmangshme në natyra femërore, pra janë natyra shumë të ndryshme. Kush e ndjen më shumë? Mendoj që gjinia maskullore burrat e ndjen më shumë vetmi në raportet romantike, sesa në raportet shoqërore, sepse kanë më të lehtë të hyjnë në shoqëri dhe në mirësi. Në qasjen time dhe sa kam parë unë. Ndërsa vajzat ose femrat duket sikur është e kundërta, por kanë vështirësi në mbajtjen e shoqërive, jo në krijim dhe në ndërtim. Mua më rezulton ndryshe, të paktën në këshillimin që ju bëj. Burrat kanë një problem shumë të madh, për arsye se burrat nuk merren me emocionin. Burrat edhe në psikologji, në mënyrën si janë ndërtuar, kanë vështrim tuneli, pra e kanë të qartë objektin dhe duan të realizojnë. Kur vjen puna në ndarjen apo në nevojat që kanë për emocionet, mundohin që t'i fshehin, sidomos burrat shqiptar, se ne i kemi edukuar që nëse një burr qan, ai nuk është burr. Ndërkohë që kemi bërë gabimin më të madh, sepse qarja e një burrit është pikëllimi më i madh dhe është dhimbja më e madhe që mund të në shkallë kaq larg sepse kanalizojnë. Pikërisht pra, dhe këto i kanë edukuar nënat dhe jo baballarët. Sepse baballarët e tyre kanë qenë në këtë model. Kurse gratë nga natyra e kanë të nevojshme, se gratë kanë vështirën piramide, pra gjithë jetën e tyre janë munduar që nga prehistoria të ruajnë shpinën e burrit. Dhe po t'i shikosh edhe në librat, edhe në kanune, edhe në gjitha gruaja vinte mbrapa, jo si fakt për t'u përbuzur, po si fakt se ruante për mbrojtje nga agresori. Dhe çfarë ka nevojë gruaja? Gruaja ka nevojë patjetër të bëjë terapinë me shoqet, të bëjë terapinë me miket, ta ndaj dhe të çlirohet, të qaj, të ulurasi dhe çlirohet. Një burr që mban të rriqet brenda vetes dhe në kulturën tonë fatkeqësisht nuk mundet burri të vite. Mua më ka ndodhur që në terapinë që ju kam bërë burrave, kam kuptuar se çfarë dhimbje kanë në fundoren e tyre, dhe edhe ke miqtë e tyre nuk arrin dot të gjejnë këshilluesin, të shprehen, edhe të arrin të shprehen dhe të marrin të njëjtën valencë, dhe ke partnerët e tyre. Ata nuk duan të humbasin rolin aty burrit që shifor dhe që shtylla e shtëpisë, sepse është ndërtuar i til modeli, por nuk është vetëm në Shqipëri, po është edhe nga studimet e botës, dhe prandaj është shumë e rëndësishme si sot shoqëria duhet të rregullojë këtë lloj marrëdhënie që është nga marrëdhëniet më të vështira. Si e mendon të ardhmen në këtë trend, le të themi, Vilma, se në këtë trend rënës ndoshta do të kemi një pikë kthese për shoqërinë, pra do të vinë njerëzit duke menduar që na duhet kjo shoqëria ta takojmë, të rikthejmë këto emocionet. Shumë që të ketë një pikë kthese dhe realisht ne mos t'i shohim këto lloj shifrash në shoqërinë tonë, jo pas, mos i dëgjojmë këto që lexuam realisht, thash unë që kur lexova si artikull nuk më erdhi absolutisht mirë. Dhe mendoj që investimi më i mirë është që të paktën unë si prind do vijoj të bëj detyrën time si prind me vajzat e mia për t'u ushqyer atyre sa më shumë ndjenjë pozitive ndaj shokëve dhe shoqeve që kanë krijuar. Ashtu siç kanë bërë dhe prindrit e mi me mua, sepse duke më folur, duke më treguar për të mirat që të ofronte një misi e mirë, dhe unë jam shumë e gatshme të vijoj ta bëj këtë gjë që të ushqej vajzat në këtë lloj mënyre. Në mënyrë që ato të jenë të lumtura. Ta ndjejnë emocionin e shoqërisë. Jemi drejt fundit, ndoshta edhe një mesazh. Jemi në ditët më të bukura të panajirit të librit dhe do të këshilloja që ata që kanë një mik apo një mike, le t'ju bëjnë një dhuratë, një libër për miqësinë. Dhe t'ju rrëfejnë fëmijëve histori të bukura nga koha e gjyshërve të tyre, dhe kjo është detyrë edhe e gjyshërve, për treguar sa e rëndësishme ishte miqësia në atë kohë, dhe sa shumë e rëndësishme është përputhja dhe latimi i shpirtit. Miqësia është pjesa më fundore e qenies njerëzore. Ndaj, nëse duam që shoqërinë dhe botën ta bëjmë të bukur, le t'i japim dashuri dhe miqësi duke kuptuar jo thjesht për këdheli, po një nevojë të domosdoshme që kemi
për ta bërë më të mirë kohën dhe të mos harroni, jemi në kohën e festave. Festat pa të afërmit dhe miqt nuk kalohen, kështu që uroj shumë atë që thot Kajami, të pijem për miqësinë dhe ta dua miqësinë si pjesën më të rëndësishme të qenies njerëzore. Nereida? Qartë thot Nereida, ato që po më shohin mua, tani se cili ka një histori. E rëndësishme është që të heqim dorë nga mendimet negative, ta lëm veten të lirë njërë. Ne jemi me armë të ngritur edhe në familje, kemi problematikë shumë të madhe, të themi, ore po të dua, po më mori malli, po më falë, po të regoj mirë njohje, pa zhvilluar këto dhe ato që kemi do t'i humbim. Kujtoni ndonjë mik që keni kopa e kujtuar, bëjani me mesazh se verbalisht është në çike e vështirë, e pres edhe unë, e dim vetë kush më ka lënë pastore. Po. Edhe pse për kërkuar ndonjë shpresojmë që me bisedën tonë ti kemi nxitur sadopak për t'u takuar. Është mirë të themi, siç ja them unë vetes, që nëse një shtëpi ka lule brenda ka dhe lule jashtë, kujdesuni si për ato brenda dhe për ato jashtë, janë po të njëjtë. Do merrni fryte gjithmonë. Për oksigjenin që lëshojnë. Shumë bukur. Nereida, faleminderit. Zonja Nora, faleminderit. Ishte kënaqësi. Vilma, faleminderit. Nësi. Shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak.